Edhe dy operacione të tjera shpëtimi nga roja bregdetare greke janë regjistruar në brigjet e Kretës mëngjesin e sotëm. Dy gomone të tjera me 61 migrantë u lokalizuan në det të hapur në jug të ishullit Gabdos dhe forcat e Frontex kanë ndërhyrë për shpëtimin e tyre duke i nxjerrë të gjithë në breg. Në orët në vijim ata pritet të transportohen në portin e Paleochorës në Khanja dhe më pas në kampin provizor pritës të Agjas, një hapësirë e cila vetëm një ditë më parë ishte mbushur me mbi 550 persona nga operacionet e njëpasnjëshme të shpëtimit ditët e fundit. Mbërritjet e emigrantëve në jug të Kretës dhe në Gavdos janë bërë pothuajse të përditshme. Autoritetet greke flasin për një situatë nën presion të vazhdueshëm me 10 gomone që nisen nga brigjet e Libisë dhe arrin ujërat greke shpesh në kushte të rrezikshme. Sipas të dhënave të mediave greke, vetëm gjatë këtij viti mbi 19.000 emigrantë kanë mbërritur në Kretë, duke kthyer ishullin në një nga pikat kryesore të kësaj rruge të remigratore në mesdheun lindor. Shumica e tyre janë burra nga Bangladeshi, Egjipti dhe Pakistani, por mes tyre ka dhe familje, gra dhe fëmijë. Pamjet e fundit nga Jerapetra treguan edhe një foshnjë vetëm 25 ditëshe nga Sudani, e cila u transportua në spital për kontroll shëndetësor. Autoritetet po përpiqen të çlirojnë kampet e përkohshme të pritjes në Kretë, duke organizuar transferimin e qindra migrantëve drejt strukturave në ishuj të tjerë. Në disa raste roja bregdetare ka zbuluar dhe rrjete të organizuara trafikantësh, siç ndodhi para disa ditësh kur në një prej operacioneve më të mëdha u shpëtuan mbi 500 emigrantë nga një anije peshkimi, ndërsa 5 shtetës egjiptian u arrestuan si trafikantë të qenieve njerëzore në këtë udhtim për të cilin emigrantët kishin paguar deri në $5.000 për person. Valja e emigrantëve nga Libia drejt Kretës vazhdon të mbajë nën presion autoritetet greke, ndërsa Athina ka paralajmëruar se përparësi du të jepet menaxhimit të flukseve dhe kthimit atyre që nuk përfitojnë azil, në një situatë që po teston kapacitetet dhe qëndrueshmërinë e ishullit. Për Top Channel, Selanik, Aleksandër Marku.